Vetëm një lugë vaj ulliri I jep lam të mirë çdo sëmundje, ja si ta përdorni. Për vlerat ushqyese që ka vaj ullirit është konsideruar si një mrekulli e natyrës. Vaj ullirit përmirëson lëkurën, flokun dhe të gjithë trupin, si dhe parandalon edhe krijimin e komplikacioneve të ndryshme të organizmit. Vaj ullirit sjell një sër përfitimesh të rëndësishme në dobi të organizmit tuaj dhe lehtëson gjithashtu edhe një sër problemesh. Në këtë video sipas Healthline do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi I vajit të ullirit në dietën tuaj të përditshme. Vaji I ullirit mbron shëndetin e zemrës. Vaji I ullirit ul mundësinë e shfaqjes së komplikacioneve të shëndetit të zemrës me të paktën para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. 41%. Për shkak të polifenolave që përmban, ai do të normalizojë nivelet e kolesterolit në trup dhe do të sjellë një sër përfitimesh të rëndësishme në mbrojtjen e organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi I vajit të ullirit në dietën tuaj të përditshme mund të jetë një mburojë shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e shqetësimeve të tij. Vaji I ullirit do të sjellë përfitime të mira për sistemin tuaj imunitar. Vaji I ullirit ka antioksidantë të fuqishëm të cilët e mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet dhe komplikacionet e mundshme, duke sjellë kështu përfitime mjaft të mira ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Shtimi I një lugë gjedhe vaj ulliri çdo ditë mund të ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt trupor. Vaji I ullirit është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Ai përmban yndyrna të shëndetshme të cilat mundësojnë gjithashtu edhe djegjen e yndyrnave të tepërta trupore në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt, duke u kthyer në këtë formë një prej produkteve fantastike me dobi të larta ushqyese. Vaji I ullirit mund të reduktojë gjithashtu edhe komplikacionet e shëndetit të zemrës dhe shfaqjen e problemeve për shkak të radikaleve të lira. Shtimi I vajit të ullirit në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Edhe pse vaji I ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë që të merrni përfitime maksimale në betejën kundër një sër komplikacionesh dhe të lehtësoni gjithashtu problemet e imunitetit. Në këtë video do ju njohim me efektet pozitive që do të sjellë vaji I ullirit në dietën tuaj sipas Healthline. Shtimi I një lugë gjedhe vaj ulliri në përditshmërinë tuaj mund të ndihmojë gjithashtu në përfitime mahnitse për shëndetin tuaj të lëkurës. Vaji I ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Ai redukton skuqjen e intjen dhe ngadalëson gjithashtu edhe shfaqjen e rrudhave. Vaji I ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral, I cili mund të ndihmojë me përfitime mahnitse në shëndetin e lëkurës dhe të rrisë gjithashtu edhe përfitimet e saj. Nëse doni të humbisni kilograme të tepërt, shtoni vajin e ullirit në dietën tuaj të përgjithshme. Shumë studime sipas Healthline kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur gjithashtu edhe me vaj ulliri, ka efekte pozitive në peshën tuaj trupore, duke ju ndihmuar që të arrini kilogramet e dëshiruar. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi I një lugë gjedhe vaj ulliri në dietën tuaj të përditshme mund t'i japë rezultate fantastike në dobi të shëndetit tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj, shtimi I vajit të ullirit në dietën tuaj mund të jetë një element pozitiv në këtë aspekt. Vaji I ullirit është një produkt fantastik I cili mund t'i japë rezultate mjaft të mira edhe në shëndetin tuaj të kujtesës. Konsumi I rregullt I vajit të ullirit do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mundet të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyra. Ndaj, shtimi I vajit të ullirit në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një përzgjedhje efektive në betejën kundër këtyre komplikacioneve siç është edhe rënja e aftësive njohëse. Vaji I ullirit është një produkt fantastik
me element ushqyes të rëndësishëm për shëndetin tuaj të kockave. Vaj ullirit i ndihmon njerëzit të cilët do vuajnë gjithashtu nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu me vajin e peshkut, një burim kryesor i acideve yndyrore omega 3, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të mundshme. Përmbajtjet e gjetura të vaj ullirit ekstra të virgjër përmirësojnë dhimbjet e kockave dhe ngurtësimet e mëngjesit. Prandaj, shtimi i tyre në dietën tuaj mund të jetë të cilësuar nga ekspertët si një prej përzgjedhjeve më efektive që mund të bëni për dietën tuaj ditore. Vaji i ullirit është një element pozitiv ushqyes gjithashtu edhe në zvogëlimin e mundshëm të inflamacioneve. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqimet e tjera të pasura me yndyrna omega 3 zvogëlon inflamacionin në trupin tuaj. Nga ana tjetër mund të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacionet e mundshme. Duhet të dini se një dietë e pasur me vaj ulliri në përditshmërinë tuaj mund të japë rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që vajin e ullirit ta keni pjesë përbërëse të dietës suaj. Kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë më i shëndetshëm, më i plotë dhe do të keni gjithashtu më pak shqetësime nga radikalet e lira. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është provuar të jetë një nga produktet fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Ndaj, shtimi i vajit të ullirit rreth 30 ml çdo ditë në dietën tuaj mund të jetë një mburojë shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit, sidomos edhe kundër bakterieve të dëmshme të zorrve. Sigurohuni që vajin e ullirit ta përfshini si duhet dhe në masën e duhur në dietën tuaj. Kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe fuqiplot. Vaji i ullirit është një element pozitiv ushqyes i dietës suaj të përditshme. Ndaj, shtimi i tij në dietën tuaj do të jetë një element i çmuar me përfitime të larmishme. Vaji i ullirit mbron trurin gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Vaji i ullirit zvogëlon mundësinë të sëmurit nga problemet e zorrëve dhe të gjirit. Femrat që provojnë vajin e ullirit në dietën e tyre kanë element të mjaft të fuqishëm në mbrojtjen e shëndetit të kujtesës dhe lehtësimin e komplikacioneve. Prandaj është e rëndësishme që ky ushqim të shtohet si duhet në dietën tuaj dhe të japë rezultate të mira në betejën kundër këtyre problemeve. Vaji i ullirit është një element pozitiv në sistemin tuaj tretës dhe shumë ekspertë të shëndetësisë e këshillojnë vajin e ullirit që mund të përfshihet fare lehtë në dietën tuaj. Tretet lehtë dhe ka një rol të mirë edhe në traktin tuaj digjesiv. Lugthi i njeriut e pranon shumë më mirë një lugë vaj ulliri në dietën e tij krahasuar gjithashtu me yndyrnat e tjera. Ndaj, shtimi i vajit të ullirit në përditshmërinë e dietës suaj do të cilësohet nga ekspertët si një përzgjedhje shumë e saktë ushqyese në dobi të organizmit. Ndikon shumë mirë në organet tuaja të tretjes, zvogëlon gjithashtu edhe komplikacionet e saj dhe sjell rezultate fantastike kundër gastritit. Rregullon enzimat e pankreasit dhe parandalon formimin e gurëve të tëmthit dhe në kanalet të tëmthit. Ndaj, sigurimi i një diete të tillë me vaj ulliri në dietën tuaj të rregullt, sipas Healthline do të cilësohet si një përzgjedhje e duhur ushqyese. Vaji i ullirit është një pije shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët kanë luhatje të sheqerit në gjak. Zvogëlon në riskun e problemeve të sheqerit dhe gjithashtu sipas Healthline cilësohet si përzgjedhja më e mirë ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Sigurohuni që vajin e ullirit ta keni pjesë të dietave tuaja të rregullta për sa kohë është ekstra e virgjë dhe gjithashtu cilësor edhe për mbrojtjen e shëndetit. Vaji i ullirit ndikon pozitivisht në përmirësimin e peshës tuaj trupore dhe shumë elementë ushqyes të tij e bëjnë atë një përzgjedhje mjaft të mirë dhe të rëndësishme kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, sigurohuni ta përdorni me kujdes dhe brenda normës lejuar për të marrë këto përfitime të tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.